Beselica me mbi 75.000 followersa, është një content creator, beauty influencer, poston përmbajtje që lidhet me bukurinë, modën, stilin, e jetesës dhe përvojat personale. Në pozitën e 9 Festa Qoqaj, mbi 350.000 followers, influencere njohur në rrjetet sociale, me fokus kryesisht fashion, lifestyle, udhëtime, përmbajtje vizuale, komentohet edhe negativisht nga gjinia e vet. Në pozitën e 8 Gresa Boshtraj, me mbi 61.000 followers, promovon bizneset në Kosovë, ka dhe biznes të vetin individual, po ashtu është edhe ambasadore. Pozitën e 7 Sara Limani, me mbi 15.000 followers, make-up artiste, tiktokere pa pikë komplekse, kryesisht merr komente pozitive. Në pozitën e 6 Hana Blakqor, me mbi 53.000 followers, e prezanton 24-orëshin e saj, konsiderohet si e çmendur në thojza, po ashtu merr mesazhe pozitiviste, flet për temat më aktuale në Kosovë. Në pozitën e 5 Rodina Balaj, me mbi 141.000 followers, poston shpesh video në rrjetet sociale, me stil mode, pamje tërheqëse, veshje moderne, e përdor famën e motrës së saj si një prej të famshmeve, por e ridefinon vetëm përmes modës, stilit, rrjeteve sociale, pra nuk mbështetet vetëm tek lidhja familjare. Në pozitën e 4 e kam rangu Tringa Isen, me afro 19.000 followers, profili saj online përshkruesi më kreativ, me fokus në skincare dhe beauty, mini vlogs, ka ndjekës, por nuk është super yll me miliona ndjekës, por që është në kategorinë e mikro-influencereve me reach modeste. Për ata që ndjekin beauty vlogs, përmbajtje të përditshme, mund të jetë referencë sociale apo influencers lokal. E treta, sipas meje, Poema Rudi, me mbi 40.000 followers, fokusi saj duket që është me atë sa kom rejt në grim, make-up artist, art vizual, transformim, pra një lloj beauty and creative content, ka dhe biznes të vetin me make-up, dhe që është një ndër make-up artistët më të suksesshme kosovare. Pozitën e 2 e kam rëndit Doris Selimin, me mbi 43.000 followers, shpesh thuhet që është sozia e Bella Hadid, ka postime në TikTok, mjaft shumë, rrjete sociale, por me përmbajtje beauty, lifestyle, vlogje të ndryshme dhe pamje nga vendet ku i viziton. Dhe si të parën e kam rëndit Hira Limanin, gjë që më ka bërë tepër shumë përshtypje, me afro 7.000 followers, shkopiane, jeton në Prishtinë, tash sa vite, po ashtu pa komplekse, bën rituale video gjatë ditës, edhe një njeri tepër qell.